Nga Gjergj Zefi. Reagimi i Bashkimit Evropian kundër dokumentit të sigurisë administratës Trump nuk ishte vetëm diplomaci, ishte një refleks vetëmbrojtje nga grotesku politik që po përpiqet i diktoj botës moral, rregulla dhe qytetërim. Kur Washingtoni sot flet me tonin e njeriut që shpiku demokracinë, Europa e ka detyrim historik të kujtojë se Amerika nuk është gjithmonë ajo legjenda që i pëlqen të tregojë për veten. Në fakt, siç ironizonte Jonathan Swift, kush e di se çfarë do të kishte zbuluar Kolumbi, po të mos ja kishte pre rrugën Amerika, një kontinent i krijuar rastësisht, i bërë fuqi globalisht përmes shfrytëzimit, migracionit masiv dhe industrisë, por që sot kërkon të japë Europës leksione për të drejtat, teknologji e moral, sikur historia fillon në shekullin e 20. Kur Trump shpall se Europa nuk i duhet më dhe se ajo është e vogël, e ngadalë dhe e vjetër, ai po çmon faktin që pikërisht ky kontinent i vjetër ka shkruar normat, vlerat dhe rregullat mbi të cilat Amerika ndërtoi imazhin e saj. Madje ish presidenti Jimmy Carter e ka thënë më qartë se kushdo, nuk është Amerika ajo që krijoi të drejtat e njerëzit, janë të drejtat e njerëzit ato që krijuan Amerikën. Por Trump dhe Trumpizmi nuk e njohin këtë logjik. Ata njohin vetëm kasapanën ideologjike, ku fuqia matet me pritma, jo me vlera. Dhe Europa e ka për detyrë ta shpojë këto tullumbace, sepse nëse SBA arriti të dërgojë një njerëz në hën, siç potiste Stevie Sommer, patjetër që mund dërgojë dhe një idiot në shtëpinë e bardhë. Kjo nuk është më një ofezë, është analizë, një realitet që po e përjetojmë në kohë reale ku politika amerikane luatet mes agresionit verbal dhe një izolacionizmi të vjetër që kërkon të rimbajë botën peng të kapriçove të një njeriu. Dhe reagimi i BE-s, rregullat për Europën i vendos Europa, nuk është thjesht një krenari diplomatike, është një shuplak e fortë ndaj idesë se kontinentet e vjetra duhet të rreshtohen në pritje që Amerika të zgjohet me humor të mirë, sepse në fund të fundit, siç e goditi me sarkazëm John Henry O'Hara, Amerika është i vetmi vend që ka kaluar nga barbaria në dekadencë pa prekur fare qytetërimin, një thënie e vjetër por që sot tingëllon më moderne se kurrë. Europa nuk ka pse të kërkojë leje për të qenë fort, e pavarur dhe e respektuar, aq më pak nga një administratë që keq kupton forcën me mendjematësinë dhe udhëheqjen me ulërima. Reagimi europian duhet vazhdoj pas një hezitim, partneritet transatlantik po, vasalitet kurrë. Dhe nëse Amerika dëshiron të merret me garën e saj me Kinën, le ta bëj, papritur që Europa të luajë rolin e statues dekorative në skenarin e saj politik. Bota ka ndryshuar dhe për fat të mirë, demokracia nuk është licencë amerikane që rinovohet çdo 4 vjet.